Albana Vokshi është një nga emrat më me peshë në Partinë Demokratike. Prej vitesh, pjesë e PD-s dhe një nga personat më besnik të liderit demokrat Sali Berisha. Ndonse pak veta e din, Albana ka motor gazetarin ikon të viteve 90, Vjollca Vokshi, e njohur jo vetëm për zërin e saj karakteristik dhe të ëmbël, por edhe për pamjen e saj mjaft tërheqëse. Megjithatë, për të gjithave, ajo që ka më shumë rëndësi për publikun janë informacionet që kanë të bëjnë me jetën private të emrave të njohur. Edhe pse është e vështirë të rrjedhë ky informacion, kësaj here duket se gjërat kanë dalë jashtë kontrollit. Ish-deputeti Myslim Murrisi ka treguar pasurinë e Albana Vokshit, për të cilën pak veta e din se ajo e zotron. Murrisi tha: "U çudita kur dëgjova se Flamur Noka i ka kërkuar deputetëve demokrat të veshin rroba doku jo firmato, për të dhënë idenë se janë popull i thjeshtë. Unë do ju faktoj se nuk është kështu. Për shembull, a e dini ju se Albana Vokshi ka 6 kpuse nafte? Pyesi një ekonomist se sa lek përkthehen po të kesh 6 kpuse nafte. Por jo vetëm kaq, a e dini ju se Flamur Noka ka disa biznese? Edhe ato që e din, kanë kyçur gojën e nuk flasin, por mos mendoni se mbaron me kaq. Eno Bozdo ka babain milioner, ndërsa Oer Bylikbashi ka vilë në palas. E nëse do vazhdojmë, lista është akoma më e gjatë. Edhe Luan Boçi është biznesmen prej më shumë se 30 vitesh. E pra, opozita nuk bëhet me kostumet e doku që do vishni, se ne e dim që ju jeni milioner, por ju keni shitur karakterin, prandaj nuk ka opozit në Shqipëri, u shpreh i revoltuar deputeti demokrat.